ishim në Vello si ditë e diel që ishte, megjithëse kishte shumë oferta dhe tani do t'ju bëj një unboxing dhe kjo është një këmishë Brianit, që sa e bukur që është, dhe ka kushtuar vetëm 10 euro, ndërsa ky tjetri kishte shumë oferta me të drejtën, një xhuk i tillë që te HM-ja apo te Ca-ja apo tek Zara mund ta gjesh 50 euro, ndërsa tek Primark unë mora vetëm 10 euro dhe ishte në ofertë. Kishte jashtëzakonisht shumë çmime të ulta, kishte shumë. Dhe ky është një kostum për Brianin, tuta dhe bluze, me thënë të drejtën unë Brianin e vesh në përditshmëri me kostume, vetëm në një rast të veçantë që mund t'i vesh xhinse apo këmishë. Ato këmishën ja kam marrë si ai vllajt sepse unë vetëm me kostume. Me thënë të drejtën kur kam qenë në Shqipëri, Fabrizio deri 2 vjeç që kemi jetuar në Shqipëri, e kam veshur gjithmonë shumë shik, me xhinse, me këmishë bukur, kishte qejf ta shikoje, por kur erdhëm në Gjermani dhe pash se si funksiononte Gjermania me fëmijët, thash, no, nuk mund të vishesh ashtu siç e veshur në Shqipëri, por me sportive dhe këtë ka bler Fabrizio, një hodi, edhe kjo ka kushtuar diku tek 11 euro, më duket, po 11 euro. Ka marrë edhe këtë tuta, ka marrë edhe këtë bluzën që është shumë e trashë, me thënë të drejtën, shikoni sa e trashë është, dhe madje kur po e shikoja, thash kjo më bën dhe mua. Na u rritën fëmijët dhe sa mirë kështu sepse i veshim rrobat të dy njësoj. Dhe kjo ka kushtuar vetëm 7 euro. E shikoni me mama të dashura, futemi për të bler për vete dhe përfundojmë duke marrë një çantë të madhe vetëm për fëmijët dhe ngelemi prapë rroba në fund të ditës.